Imagjino të nisesh nga Vlora, dhe pas vetëm 30 minutash je në Itali. Një vije e shkurtër në hartë, por një ëndër e madhe që po zgjon gjithë kombin. Nën Adriatik, një tunel prej 70 kilometrash, një korridor futuristik që sfidon çdo kufi. Do të ishte mes tuneleve më të gjata në planet. Një projekt që i afrohet vetëm superfuqive. Por fuqia nuk është e teknologjia, është e vizioni që e shtyn këtë ide përpara. Vlora do të shpërthente nga zhvillimi. Një lidhje direkte me Europën pa pritje, pa tragete, pa kufi detar. Kjo ide ka ndezur debate të zjarrta. Inxhinier, qytetar, ekspert, të gjithë pyesin të njëjtën gjë. Po sikur kjo ëndër të mos jetë aq larg sa duket. Po sikur ky tunel të jetë kapërcimi më i madh që ka bërë ndonjëherë Shqipëria. Dhe tani të pyes ty, a duhet ky vizion të bëhet realitet? Shkruaje mendimin tënd më poshtë. Imagjino të nisesh nga Vlora, dhe pas vetëm 30 minutash je në Itali. Një vije e shkurtër në hartë, por një ëndër e madhe që po zgjon gjithë kombin. Nën Adriatik, një tunel prej 70 kilometrash, një korridor futuristik që sfidon çdo kufi. Do të ishte mes tuneleve më të gjata në planet. Një projekt që i afrohet vetëm superfuqive. Por fuqia nuk është e teknologjia, është e vizioni që e shtyn këtë ide përpara. Vlora do të shpërthente nga zhvillimi. Një lidhje direkte me Europën pa pritje, pa tragete, pa kufi detar. Kjo ide ka ndezur debate të zjarrta. Inxhinier, qytetar, ekspert, të gjithë pyesin të njëjtën gjë. Po sikur kjo ëndër të mos jetë aq larg sa duket. Po sikur ky tunel të jetë kapërcimi më i madh që ka bërë ndonjëherë Shqipëria. Dhe tani të pyes ty, a duhet ky vizion të bëhet realitet? Shkruaje mendimin tënd më poshtë.